Imaginoni per një moment se keni kasgjen e një fuki aktiv gjetër sa vete universi, një fuki ke mund të transformojë realitetin tuaj mengjëherë. A do të guksonit të perdornit? Po sikur të thoja se ajo fuki është tashme brenda tegje, duke pritur të aktivizohet. Kjo nuk është një fuki ezoterike apo magjike, as një misteri pa kuptueshëm. Është një aftësi thellësisht njerëzore, një aftësi që është përdorur gjatë shekujve nga disa nga mendjet me të shkelkira, nga të urtete lashte deri të shkencëtarët moderne. Sot, do të ju zbuloj një metodë të shfaqje që jo vetëm që transformon mendjen tuaj, por mund të ndryshojë tek gjithë realitetin tuaj. Çfarë do të bënit nëse do të mund të realizonit dëshirat tuaja me saktësinë e një arkitekti që ndërton vizionin e tij në gur dhe beton, per gjigja kendron në vizualizim, por jo në metodologji shfaqje. Do të flasim per metode e fshehurat e për të cilën nuk duan që ju ta dini. Atë që, nëse zbatohet siç duhet, mund t'i bëjë ëndrat tuaja të materializohen para syve tuaj. Pyetja është, pse nuk kanë tek gjithë kasgjen e këtë njohuri? Per gjigja kendron në ndikimin që kjo fuki mund të ketë në jetën tonë. Më mbi tek gjitha, në kontrollin e strukturave të pushtetit që keverisin shokerin e tonë. Nëse njerëzit do të dinin si ti manifestonin dëshirat e tyre duke përdorur këtë metode, bota do të ndryshonte dhe shumë nga sistemet që keverisin jetën tonë do të kërcenoheshin. Por sot, do të ju zbuloj të vërtetën. Procesi i vizualizimit që do të ju tregoj nuk është thjesht një teknike. Është një proces që e përfshin mendje. Trup dhe energji dhe ka fukinë të transformojë jo vetëm atë që dëshironi, por edhe vetë thelbin i asaj që gjeni. Gjatë pak minutave në vijim, do të shkirtoj me aspektet kryesore të kësaj metode, si mund të aplikoni atë dhe çfarë duhet të dini që të funksionojë vërtet. Nëse ndikni këto hapa dhe kuptoni atë që do të ju tregoj, do të gjeni në rrugën e duhur për të manifestuar jetën që dëshironi. Pra, behu gati sepse ajo që do të mësosh do të ndryshojë mënyrën se si e sheh realitetin dhe do të lexojë të krigjosh jetën që gjithmonë ke ndërruar. Por, përpara se të futemi në temë, dua që të mendoni thellë për diçka. Çfarë dëshiron vërtet në jetën tënde? Nuk bëhet fjale për dëshira sipërfaqësore, por për që do të ndryshonte plotësisht ekzistencën tënde. Nëse e ke të kartë këtë në mendje, atëherë udhëhetimi i vërtetë drejt manifestimit fillon tani. Sekretet e lashta të mendjes për të kuptuar plotësisht fukinë që kendron pas kësaj metode vizualizimi. Duhet të kthehemi pas në kohë dhe të eksplorojmë se si e dinin të lashtat atë që ne sapo kemi filluar të zbulojmë. Historia është plot me figura dhe kultura që përdoren mendjen njerëzore për të transformuar realitetin e tyre në mënyra të habitshme. Nëse i shohim nga afer, do të shohim se sekretet që po zbulojmë tani nuk janë të regja. Ato thjesht kanë kene të fshehura, të mbrojtura me kujdes, gjatë shekujve. Kyte terimet e hershme, si ajo egjiptiane, e kuptonin tashme rendesja e mendjes në krigjimin e realitetit. Prifterinjte e Egjiptit të lashta, mendjohurite e tyre të thella ezoterike, përdornin praktikat e përparuara vizualizimik gjatë ritualeve të shenjta. Besohej se duke vizualizuar me saktesi dhe kartesi, ata mund të therrisnin favorin e perendive, të ndryshonin mjedisin e tajre dhe të manifestonin ndryshime në vetë realitetin. Kjo njohuri ruhej akmire sa vetëm një elite e zgjedhurit të inisuarve mund të kishte kasgjen e te. Gjatë gjithë historise, hermetik ata kanë mësuar gjithashtu se universi është mendor, se çdo gjë që ekziston ka një bazë mendore dhe energjike. Ki parim themelor gjendet në Kibalion. Ki tekst, me rendesi të madhe në traditën hermetike, pohon se gjithçka është mendje. Ideja kjo mendja gjone mund të bashkëve proje me realitetin fizik nuk është një risi e shkencës moderne. Është një koncept që është transmetuar gjatë shekujve, edhe me afer kohesone. Figura si Nikola Tesla ata kanë lënë të dhëna rreth çelësit të kuptuarit të realitetit dhe si të bashkëve proje me të. Tesla, i njohur për punën e tij revolucionare mbi elektricitetin dhe magnetizmin, deklaroi se nëse doni të kuptoni universin, duhet të mendoni për energji, frekuencë dhe dritje. Këto fjale rezonojnë me mesimet e lashta, të cilat kanë mbajtur për migjevjesare se çdo gjë në univers. Përfshirë mendjen tonë, vibron në një frekuencë specifike. Dhe këtu është vendi ku shfaqje, ajo që shumë e konsiderojnë një akte thjeshta imagjinate ose fantazi, është në të vërtetë një mekanizëm i fuqishëm lidhje midis mendjes njerëzore dhe forkave që keverisin universin. Mekanizmi njerëzit janë një zgjatim i vetë universit,
Duke u përshtatur me frekuencat e sakta, ne mundemi te i kaloj kufizimet fizike dhe lidheni me rjedhen e bollekut universal. Por mensuria e lashta nuk kufizohej vetëm në teori. Murgjit budiste tibetiane, per shembull, kanë praktikuar teknika jashtëzakonisht komplekse vizualizimi si pjese të rrugës së tyre drejt iluminizmit. Vetetima permes këtyre praktikave, ata gjo vetëm që transformojnë perceptimin e tyre per realitetin, por edhe ndryshojnë vetëdijën e tyre dhe te lidheni me dimensione me te larta të kenjes. Shtet helbesore te kuptohet se fukia e vizualizimit nuk eshte vetëm per tërheqjen e gjerave materiale, si pasuria ose arritjet. Vizualizimi kanë gje funksion shume me të thele. Në shume tradita shpirterore, aftesja per të vizualizuar nuk eshte vetëm një teknike per të patur, atë që dëshiron, por një rrugë drejt transformoj kenjen e brendshme. Kelimi i vërtetë të vizualizosh eshte të ndryshojë dridhjen tone të brendshme dhe, ne përmjet kësaj, të ndryshojme marrëdhënien tone me botën e jashtme. Koncepti i vjetër i ligji i tërheqjes ai lidhet me këto parime. Edhe pse shpesh ke kuptohet në kulturën popullore, kuptimi i vërtetë i ligjit të tërheqjes është se çfarë mendon të gjën generon një dridhje që ndikon në mjedisin tuaj. Ki parim gjendet në pothuajse të gjitha traditat shpirterore, si per, ashtu edhe poshte, si brenda, ashtu edhe gjashte. Pse pra nuk kanë të gjithë kasgje në kete fuki. Per gjigja kendron në mënyrën se si gjemi kushtezuar. Shokerit e sekretet e elitat e pushtetit e kanë kuptuar keten gjohuri per shekuj me radhed e kanë mbashtur të fshehur per të ruajtur kontrol. Tani, gjohurit e kanë filluar të dalin në drite. Gjohuri per vizualizimin dhe të dish si ta perdoresh atë në mënyre korekte per të materializuar realitetin nuk eshte i rezervuar vetëm per një pakiqe të zgjedhur, por eshte në dispozicion të kushdo që eshte i gatshëm të eksplorojë per te asaj që na eshte mësuar në shkolla dhe media. Ki eshte momenti kur mund të rimarrim veten tonë të vërtetë kapacitet krigjues. Tani që e dime kontekstin në të cilin kjo njohuri eshte ruajtur dhe mbrojtur me kalimin e kohës. Eshte koha të thellohemi në mënyrën se si funksionon metoda e vizualizimit që ka mbetur e fshehur. Shkenca pas manifestimit. Si funksionon vizualizimi eshte me shume se sa thjesht një teknike imagjinate. Rashtan një akti thelle transformimi mendor dhe energjik, një qele si harruar per te aksesuar fukine ke banon brenda se tilit prejnesh. Per te kuptuar se si funksionon vërtet, eshte thelbesore te eksplorohen parimet themelore te mendjes njerëzore. Fizikes kuantike dhe neuroshkenceske shpjegojnë se si realiteti i përgjigjet mendimeve tona me të thella. Imagjinoni per një moment se mendja juaj eshte si një magnet. Ashtu si një magnet tërhek objekte metalike, mendimet dhe emocionet tuaja tërhekin per vogja në jetën tuaj, por ndryshe nga një magnet konvencional, tërhekja e mendjes nuk eshte thjesht fizike. Ajo eshte e lidhur me frekuencat energjike. Çdo mendim dhe emocion që përjetoni lëshon një dridhje specifike që bashkëvepron me universin, duke krijuar një fushë magnetike që ndikon në botën përreth jush. Këtu hin në logje parimi themelor që zbuluam në mesimet e mendimtareve të mëdhenj si Nikola Tesla. Nëse doni të gjeni sekretet e universit, mendoni në terma të energjise, frekuences dhe dridhjes. Çdo gjë, nga agjëri që thithni deri te objektet që prekni, ka një frekuence vibruese. Edhe mendimet, të cilat nuk gjane materie fizike, kanë një frekuence vibruese që kanë një ndikim të drejt për drejtë në botën materiale. Kjo ide është konfirmuar nga kërkimet moderne. Në veçanti, fushat e neuroshkences dhe fizikes kuantike kanë treguar se vizualizimi aktivizon kendra specifike në tru, duke simuluar përvojën që imagjinohet. Dr. Joe Dispenza, i njohur për punën e tij në neuroshkence dhe lidhjen me një trup, shpjegon se kur vizualizojme në mënyrë koherente, truri ynë nuk bën dallimin midis asaj që është reale dhe asaj që imagjinohet. Në fakt, ai aktivizon të njështat zona nervore sikura gjo ke po vizualizojme të po ndodh të tashme në realitetin tonë të tanishem. Ka gjo njihet si neuroplasticitet. Kur përserisim një vizualizim, lidhjet nervore në trurin tonë rikonfigurohen, duke i legjuar mendjes sone të harmonizohet me të ardhmen që po krigjojme. Ki proces është me shume se sa thjesht një ushtrim mendor. Është një ndryshim i vërtetet dhe i prekshem në fiziologjine tonë që hap djert për mundesi të regja. Permes vizualizimit, në fjale per fjale riprogramojme mendjet tona per të pranuar realitetin që dëshirojme të manifestojme. Megjithatë, thjesht të mendosh per atë që dëshiron nuk mjafton.
Ketu shumica e njerëzve bajnë gabim të rëndësishëm. Nuk ka të bëjë vetëm me imagjinimin e asaj që dëshiron. Ka të bëjë me ndjesinë e asaj që brenda keni stende. Vizualizimi efektiv ndodh kur jo vetëm ka e sheh menderisht atë që dëshiron, por edhe ndjen emocionalisht sikur të ketë ndodhur tashme. Le të marrim për shembull, një atlet që vizualizon një fitore në një gare. Ata jo vetëm që imagjinojnë aktin fizik të fitores, por gjithashtu i lejojnë vetes të përjetojnë emocionin e fitores, gëzimin, krenarinë dhe kënaqësinë. Në atë moment, trupi dhe mendja e tyre janë të rreshtuara me fitoren, dhe kjo krijon një dridhje në univers që do të tërheqë manifestimin e asaj ngjarje në realitet. Kjo është fuqia e fshehur e vizualizimit, koherenca midis mendjes dhe emocioneve, midis asaj që mendoni dhe asaj që ndjeni. Kjo koherencë është qelesi i manifestimit të menjëhershëm. Shkurt, vizualizimi nuk është një ushtrim i thjeshtë mendor apo thjesht fantazi. Është një proces i thellë që përfshin riprogramimin e mendjes dhe trupit tuaj për të përshtatur me frekuencën e dëshirave tuaja. Vizualizimi aktivizon qendrat e trurit, ndryshon fiziologjinë tuaj dhe, me i rëndësishmja, krijon një dridhje që bashkëvepron drejt për drejt me universin për të tërhequr atë që dëshironi. Tani që e kuptojmë se si funksionon ky proces nga një perspektive shkencor. Mund të telohemi në teknikën praktike që është e fshehur me kujdes nga shumica e njerëzve për shekuj me radhë. Një teknikë që, nëse zbatohet siç duhet, mund të transformojë jetën tuaj me një herë. Me pas, do të zbulosh metoden e vërtetë të vizualizimit që është ruajtur me kujdes nga elitat e është mësuar vetëm në karket e zgjedhura. Përgatituni të zbuloni se si të zblokoni fuqinë e manifestimit në mënyra efektive dhe, mbi të gjitha, me siguri absolut. Zbatim praktik për të manifestuar realitetin tuaj tani që kemi shkirtuar parimet themelore të vizualizimit efektiv. Është koha të telohemi në mënyrën se si të zbatojmë këtë njohuri të lashtë në mënyre praktike dhe të thjeshtë për të manifestuar atë që dëshironi. Fuqia e vizualizimit nuk është thjesht një teori abstrakte, por një mjet që, kur përdoret siç duhet, mund të transformojë jetën tuaj me një herë dhe saktësisht. Këtu, do të zbulojmë hapat e saktë që duhet të ndikni për të aktivizuar këtë fuqi brenda vetes. Hapi një, kartesin e atë që dëshironi të manifestoni. Hapi i pare drejt një vizualizimit e suksesshëm është të kesh kartesi absolute rreth asaj që dëshiron të tërheqësh në jetën tënde. Kjo kartesi është thelbësore sepse pa një qëllim të përcaktuar. Është si të përpikesh të lundrosh në okean pa një destinacion në mendje. Universi nuk mund të funksionojë në favorin tënd nëse nuk i jep një drejtim specifik. Ndani një moment për të reflektuar mbi atë që dëshironi vërtet. Mos u ndikoni nga ajo që mendoni se duhet të dëshironi. Çfarë gjumbush vërtet me emocion dhe kelim? A është boleku financiar? Një marrëdhënie e thellë dhe e dashur? Një ndryshim karriere apo ndoshta pak gjë e brendshme? Shta e rëndësishme që kjo dëshire të gjehojë thellë në zemrën tuaj, që ta ngjeni atë si një nevojë dhe jo thjesht si një dëshire të përkohshme. Pasi ta keni kartesuar dëshirën tuaj, shkruani ose përshkruani me detaje atë që dëshironi të realizoni. Kartesja e kelimit tuaj duhet të jetë aq e saktë ta vizualizoni lehtësisht në mendjen tuaj. Hapidi, vizualizimi detajuar me emocion. Pasi të keni kartesuar se çfarë dëshironi, është koha të gjiteni në vete vizualizimin. Qelesi këtu është të bëni vizualizimin sa me të detajuar dhe realist të gjete e mundur. Nuk mjafton thjesht të mbilni si të dhe të shihni një imazh të pakartet e asaj që dëshironi. Duhet të zgjidhni veten plotësisht, duke angazuar çdo shkise tuajen. Imagjinoni sikur po e gjetoni atë realitet tani. Mendoni për detajet, ku ndodheni, çfarë shihni për rreth jush, çfarë aromash mund të perceptoni, çfarë tingush mund të dëgjoni, si ndiheni emocionalisht në djarsa e përgjetoni kete, bëgjeni vizualizimin tuaj të gjalle sa mendja juaj të mos mund të dallojë nëse ajo që po shihni dhe ndjeni po ndodhet tani apo në të ardhmen e larget. Këtu hin në logje, emocioni paraprites, ai parim thelbësori të njerit sikur tashme po e gjetoni dëshirën tuaj. Per shembull, nëse doni të manifestoni sukses në karrierën tuaj, mos e vizualizoni veten vetëm në një mjedis punë të lulezuar, por ngjeni emocionin e arritjes së atij suksesi. Ngjeni krenari, kënaqësi, lehtësim, gëzim. Mirë njohje që e keni arritur atë. Duhet të ngjeni këto emocione sikur të ishin një realitet i tashem. Emocioni është ajo që fukizon vizualizimin tuaj. Kur përjetoni emocionin e lidhur me dëshirën tuaj,
ju dërgoni sinjalet e fukishme në trurin tuaj, duke aktivizuar proceset e neuroplasticitetit. Kjo, nga ana tjetër, fillon të riformesojë perceptimin tuaj të realitetit, duke e perafruar atë me atë ke po vizualizoni. Ashta i rendësishme jo vetëm të shihni dëshirën tuaj, por edhe të ngjeni atë në tek gjithë kenien tuaj. Hapi 3. Rritni dridhjet tuaja personale. Hapi tjetër në procesin e vizualizimit është rritja e vibrimit tuaj personal. Çadok gjë në univers është në vibrim të vazhdueshëm, nga grimkat në anatomike të planetet ke rrotulohen rreth kozmosit. Dhe, ashtu si çadok gjë tjetër, mendimet, emocionet dhe dëshirat tuaja gjithashtu kanë një vibrim. Kur vizualizoni me kartesi dhe emocion, ju po lëshoni një frekuencë specifike në univers, një sinjal energjik që rezonon me atë që dëshironi të tërheqësh. Sa me e lartë të jetë dridhja juaj emocionale dhe mendore, akme e perafruar do të jetë ajo me realitetin që dëshironi të krijoni. Si e rritni vibrimin tuaj? Përgjigja është e thjeshta. Praktikoni mirënjohjen. Mirënjohja është një nga frekuencat me të fukishme që mund të përjetoni. Duke praktikuar mirënjohjen për atë që keni tashmë, madje edhe para se të vijë ajo që po manifestoni, ju e lidhni veten me energjinë e universit të krijoni një lidhje të drejtë për drejtë me bolekun. Imagjinoni që çdo herë që gjeni mirënjohje, energjia juaj rritet, sikur ta gjeni duke ngarkuar një bateri. Sa më shumë që shprehni mirënjohje, aq më shumë energji pozitive lëshoni, duke ju vendosur në një frekuencë që do të tërheqë atë që dëshironi. Kjo gjendje me vibrim të lartë është thelbësore për aktivizimin e ligjit të tërheqjes dhe manifestimin e realitetit tuaj. Hapi 4. Krijimi i një rituali të përditshëm. Vizualizimi nuk duhet të jetë një ngjarje e vetme, ashtu si një muskull. Ai duhet të stërvitet dhe forkohet me kalimin e kohës. Ky vizualizimi të ketë ndikim maksimal. Ai duhet të bëhet një ritual i përditshëm. Kjo nuk do të thotë që duhet të kaloni ore të tëra duke vizualizuar çdo ditë, por është e rëndësishme të krijoni një hapësirë të rregullt për këtë akt manifestimi. Mund të kushtoni disa minuta çdo mëngjes, përpara se të filloni ditën, për të vizualizuar kartë dhe me pasion atë që dëshironi. Gjatë kësaj kohe, sigurohuni që të gjeni në një gjendje të relaksuar, pa shpërqendrime. Merrni frime tele, lironi çdo tension dhe zituni në vizualizim. Bëjeni këtë vazhdimisht, dodita, për të përforcuar këtë realitet të rinë mendjen tuaj. Hapi 5. Lere të shkogje dhe beso. Hapi i fundit në procesin e vizualizimit është të lëshosh dore dhe të besosh se universi tashmë po punon për ti. Shumë njerëz bajnë gabimin e kapjes shumë fort pas dëshirës së tyre, gjë që mund të sojene ankth ose dishim në vetvete. Dëshira duhet të dërgohet në univers me sigurinë se tashmë po manifestohet. Kur të arrini në këtë pike, duhet t'i besoni plotësisht procesit. Nëse e keni vizualizuar me siguri dhe emocion, hapi tjetër është të lexoni që mundesit të shfaken në jetën tuaj. Manifestimi nuk ndodh gjithmonë ashtu siç presim, por gjithmonë ndodh ashtu siç na duhet. Qëndroni të hapur për të marrë atë që keni kërkuar dhe për të përshtatur me ndryshimet që ndodhin në jetën tuaj. Shkurt, vizualizimi është një proces i fukishëm që kërkon kartesi, emocion, këndrueshmëri. Një dridhje të lartë dhe mbi tek gjitha, besimin se ajo që keni vizualizuar është tashmë në rrugën e saj drejt jush. Duke zbatuar këto hapa, jo vetëm që do të tërheqni atë që dëshironi, por gjithashtu do të transformoni jetën tuaj në një mënyrë të thellë dhe të këndrueshme. Zgjoni fukinë tuaj të brendshme dhe manifestoni realitetin tuaj në këtë udhëtim eksplorimi në metodën e vizualizimit. Ne kemi zbuluar një sekret të lashtë dhe të fukishëm, të fshehur për shekuj me radhe, por tani brenda mundesive tuaja. Ne kemi mësuar se vizualizimi nuk është thjesht një ushtrim mendor, por një mjet për transformim të thellë. Nëse e keni zitur veten në këto parime dhe i keni integruar ato në jetën tuaj të përditshme, jo vetëm që do të manifestoni dëshirat tuaja, por edhe do të riformesoni realitetin tuaj. Gjithçka që kemi diskutuar deri me tani sillet rreth një parimi të vetëm. Mendja është ura lidhëse midis botës së padukshme dhe botës materiale. Kur merrni kontrollin e vetëdijshëm të mendjes, mendimeve dhe emocioneve tuaja, mund të formesoni botën për rreth jush. Ju ftoj të abonoheni në kanal. Ta pelkeni këtë video dhe ta ndani atë me ata që gjithashtu meritojnë të zbulojnë këto sekrete të thella. Çfarë po prisni për të marrë kontrollin e jetës tuaj dhe për të krijuar realitetin tuaj?
përgjigja është në duart tuaja, thjesht duhet të filloni të vizualizoni.